Futbolli shqiptar dhe ai kosovar janë zhytur në zi pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të futbollistit të Elbasanit Fatjon Bunjaku, i cili ka humbur jetën në një aksident automobilistik që ka ndodhur pas mesnatës në aksin Prishtinë-Mitrovic. Ai ka lënë pas dhimbje të madhe te familjarët, miqt dhe e gjithë bota e futbollit. Teksa shumë kush ende nuk po e beson lajmin e hidhur, në rrjetet sociale po shpërndahet edhe postimi i tij i fundit, një mesazh plot optimizëm dhe shpresë për të ardhmen, i publikuar vetëm pak ditë pas përfundimit të sezonit me Elbasanin. Në atë postim, Bunjaku falenderonte tifozët për mbështetjen dhe shprehte entuziazmin për aventurën evropiane që e priste me klubin shqiptar. Faleminderit për këtë super mbështetje tifozat verdh dhe blu. Do të takohemi së shpejti edhe në arenën evropiane, kishte shkruar ai. Sot këto fjalë marrin një kuptim krejtësisht tjetër dhe shumë të dhimbshëm për të gjithë ata që e njohën. Bunjaku i u bashkua Elbasanit verën e kaluar, duke qenë pjesë e një sezoni të suksesshëm që i siguroi skuadrës pjesëmarrjen në garat evropiane. Më herët ai kishte luajtur për Trepçën, Feniksin, Lirin, Gjilanin dhe Malishevën, ndërsa kishte veshur edhe fanellën e Kosovës U19 dhe U21.